qëndrimi i hapur i Mamdanit ndaj çështjes palestineze nuk dohet shikuar thjesht vetëm si një akt guximi politik, por para së gjithash dhe mbi të gjitha duhet shikuar si një akt i thyerjes së barierës së frikës të ngritur mbi tabut kronike amerikane. Tabu këto të ngulitura nga dekada të hegemonisë cioniste në vetëdijen publike amerikane, deri tek qarqet më vendimarrëse dhe midis elitave mediatike që i shfrytëzojnë mediat për mjegullimin e syve dhe të hapësirës para syve të qytetarëve të rëndomt amerikan. Mamdani pra po thoshte përmes veprimeve të tij para fjalëve të tij se epoka e heshtjes kishte mbaruar dhe se drejtësia nuk njeh më përjashtime në zemër të New Yorkut. Kjo shënon fillimin e një ndryshimi në vetë thelbin e politikës edhe të jashtme amerikane, nga pragmatizmi i interesave në etikën e përputhjes me vlerat e gjithëmbarshme njerëzore. Andaj, në një nga videot e mia të kaluara, teksa kam folur për politikën amerikane dhe për fitoren spektakolare të Mamdanit në New York, e pata shtruar pyetjen se a thua, a i duhet pikërisht sot Kosovës një Zahran Mamdan dhe cili mund të ishte ai njeri? Cili është ai njeri i cili i thën këto konvergjenca, këto dallime, këto konflikte, deri në përmasa armiqësie të krahëve politik në Kosovë? Prej nga erdhi kjo armiqësi midis partive politike në Kosovë, kur bijtë e këtyre partive, udhëhecësit e këtyre partive, deri para 15 e 20 vjete, ndoshta kanë qenë të barabartë, të përbashkët, duke luftuar në një batalion kundër fashizmit serb. Nga erdhi kjo ndarje kaq e thellë, në përmasa sa klasa politike sot është në gjendje ta shemb Kosovën në themel vetëm e vetëm për interesat e tyre. Andaj kam thënë se, edhe nëse në formë pyetje, se a thua a ka nevojë sot Kosova për një Mamdan, në fakt brenda pyetjes është fshehur përgjigjja ime se me patjetër. Nga ky batak në të cilin ka ra Kosova, mund ta shpëtoj vetëm një Zahran Mamdan i ri, i cili është në gjendje ti të i kaloj këto ndësi dhe ta mbledh para së gjithash, ta krijoj para së gjithash një vetëdije përbashkësie qytetare, kosovare, shqiptare tek ne, ku partit si parti, si organizma politik, të veprojnë vetëm si konkurent për marrjen e pushtetit, por jo si armiqësor mes vete që si rezultat i kësaj armiqësie ta shembin shtetin e Kosovës, të cilën të gjithë së bashku e kanë dhe e kemi ndërtuar. Ngjitur me këtë, apo më mirë të them, kthyer në temë, ardhja e Mamdanit në kryet të New Yorkut shënon fillimin e një ndryshimi në thelb të politikës së brendshme amerikane dhe fillimi i ndryshimit të qasjeve politike në diplomacinë amerikane. Se a do të jetë Gaza një moment kyç që ripërcakton aleancat amerikane
dhe çmonton kornizën e vjetër morale, mbi të cilën është ndërtuar perandoria, mbetet të presim, por mua më mbajnë shpresat se mund të realizohet. Siç do të jetë edhe në anën tjetër, siç do të bëhet e qartë se qëndrimet ndaj Palestinës, sikur në të kaluarën, por edhe në të ardhmen, nuk mund të mbeten më thjesht çështje e vetëm politikës së jashtme, e mendësisë politike amerikane, por do të jenë një provë dhe një sprovë e qytetarisë, e qytetarëve, e moralit të qytetarisë amerikane brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika dohet ose t'i përmbahet vlerave të saj të deklaruara, ose të përjetësoj shkëputjen historike midis retorikës së saj dhe praktikave të cilat tani është duke i vepruar. Në këtë kontekst, unë mendoj se roli i forcave të ndryshme aktive brenda Amerikës, nga punëtorët, studentët, profesorët universitarë, emigrantët dhe klasat e mesme, deri tek periferit e marginalizuara të shoqërisë, janë thelbësore në nxitjen dhe forcimin e kësaj vetëdije të re, përmes një angazhimi organik dhe të qëndrueshëm, duke krijuar kështu një themel të fortë moral në politikën e ardhshme amerikane. Paragrafin e fundit, këto 10 fjalit e fundit përktheni lirisht dhe tekstualisht edhe për gjendjen në Kosovë dhe për politikën kosovare. Transformimi aktual nuk është më vetëm një vijë kalimtare, proteste, apo një val e tillë, por është një ristrukturim i thellë i vetë përmbajtjes dhe strukturës së pushtetit në New York dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Brezi i ri në Amerikë që udhëheq këtë dinamik ka kaluar nga një kulturë e britmave në rrugë në një kulturë veprimi të drejt për drejt brenda institucioneve të Kosovës. Njëjtë kështu ka ardhur koha që edhe në Kosovë të lind një zë vegjelie, i cili zë nga britma që i bën në media, në rrjete sociale dhe në për rrugë, këto britma t'i shndroj si organizma udhëheqës popullor, jo populist, popullor brenda institucioneve politike të shtetit. Kosovës sot i dohet një fuqi politike e cila është e aftë dhe e gatshme, qoftë edhe nëse hum nga vetvetja, ti te i kalojnë ndasit të cilat janë krijuar brenda politikës amerikane dhe të cilat nuk politikës kosovare dhe të cilat nuk janë as pak më të lehta se që ishin brenda politikës amerikane në përgjithësi e të New Yorkut në veçanti. Transformimi që u bë në politikën e New Yorkut, në laboratorin kryesor, ekonomik, mediatik, politik dhe të fuqive të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jam më së i sigurt se nuk ka me pas të ndalur. Këtë brez të ri, këtë fuqi të re mund të ndërpresin dhe të parandalojnë suksesin e tyre vetëm fuqit e erta, të transformuara dhe të proklamuara në përmes medjave, të cilat media do të mundohen të ruajnë status quo-n e kaluar dhe të shembin ëndrrën e re amerikane. Midis Amerikës së vjetër
dhe Amerikës së Re sot për sot përplasën dy legitimitete. Legitimiteti i paras dhe medjas dhe legitimiteti i ndërgjegjes dhe i së vërtetës. Mediat dominuse dhe korporatat e mëdha po i rezistojnë vazhdimisht këtij transformimi me gjithë fuqit e tyre që i posedojnë. Po përballen me një kundërshtar të ri, të pa definuar gjuhësisht, e as politikisht deri më tani, dhe po mundohet që këtë kundërshtar ta vizatoj, ta ngjyros dhe portretizoj sa më shpejt dhe sa më thjesht për ta vendosur në target e targetin pastaj më lehtë për ta sulmuar. Për çfarë Amerike e kemi fjalën miq këto? Çfarë i nevojitet botës, çfarë Amerike i nevojitet botës dhe çfarë Amerike ju nevojitet qytetarëve të saj? Ju nevojitet një Amerikë e cila sa hat e dakik ka fol për vlerat demokratike, për zbulimet industriale dhe shkencore, për të drejtat e njerijut, një Amerikë e cila, me gjithë që her pas here ka të drejt të i përdori mjetet dhe gjuhën konkuruese me fuqit e tjera që po mugullojnë në botë, e sidomos Kina dhe Rusia, megjithatë edhe në këtë betejë botës i nevojitet, paraprakisht qytetarëve të saj, i nevojitet një Amerikë e cila politikat e saj kryesore i vendos mbi themelet mbi të cilat është proklamuar dhe trumpetuar ndërtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zgjedhja e Zahran Mamdanit, për mua, e përsëris, është ngjarja më spektakolare, më e rëndësishmja dhe më e çuditshmja, natyrisht edhe më e papritura që ka ndodhur në dekadat e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zgjedhja e Mamdanit nuk ishte thjesht një ngjarje e normale, politike, por ishte një tablo që pasqyronte realitetin amerikan në një moment konfrontimi që po e grynte dhe shkatronte nga brenda Amerikën. Ishte një moment llogaridhënie midis Amerikës si fuqi dhe Amerikës si ndërgjegje, e këtë të fundit e dua më së shumti. Dhe për fund të kësaj video, unë mendoj se nëse ka ndonjë njeri i cili jep shpresa për ndryshimin e Amerikës dhe për quarjen përpara të jetës së Amerikës, mund të jetë vetëm një njeri i cili del nga një brez dhe është bir i një brezi të cilin e përshkrova përgjatë këtyre minutave në videon që po e ndaj tani me ju. Më mban shpresa se Amerika do ta ketë fuqinë, vegjelia amerikane, e sidomos brezi i ri, që nuk pajtohet me politikat e brezit të kaluar, e ka fuqinë që edhe më tutje ta çoj Amerikën përpara. Në të kundërtën, më shumë se cilat do fuqi armiqësore nga jashtë, Amerika do ta shkatroj vetveten më së shumti nga brenda. Natën e mirë.